Pak javë pas fitores së mandatit të tretë të Partisë Socialiste në vitin 2021, Ministri atëhershme e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj zhvilloi një vizitë të pazakon promovuese në kompaninë private Alba Cosmetic International në Porto Romano të Durrësit. Në rrjetet sociale, Denaj e prezantoi shoqërinë si biznes me potencial të lartë, ndonse në atë kohë kompania kishte vetëm disa muaj që ishte futur në sektorin e gazit të lëngshëm. E themeluar në vitin 2014 nga 21 vjeçari Adi Mehmeti si biznes kosmetik, kompania shfaqi rritje të pazakontë ekonomike. Fitimet u rritën nga 1.000 euro në vitin e parë në 100.000 euro në vitin 2016 dhe 1 milion euro në vitin 2017. Po atë vit, qeveria e Edi Ramës i dha kompanisë një kontratë 1 euro për përdorimin e ambienteve të ish-ndërmarrjes kimike në Porto Palermos. Në vitin 2021, Alba Cosmetic International ndryshoi objektivin e aktivitetit duke përfshirë mbushjen e bombulave të gazit, ndërkohë që të njëjtën adresë operonte edhe kompania Gas Power AL. Dy shoqëritë kanë persona të përbashkët në struktura drejtuese, gjë që na krijon dyshime për një miksim të qëllimshëm të aktivitetit. Kjo u reflektua sidomos pas incidenteve me rrjedhë gazi në vitin 2022, ku banorët nuk e dinin se cili subjekt ishte realisht përgjegjës. Porto Romano, një zonë ndjeshme industriale, është përballur disa herë me ndodhje të rëndë, për të cilën banorët akuzojnë kompanitë e Mehmetit. Ndërsa në tetor të vitit 2022, fëmijët e shkollës Methasa u larguan nga mësimi për shkak të rrjedhjes së gazit, ngjarje që ISHTI ja faturoi Gas Power AL. Megjithatë, pavarësisht protestave dhe raportimeve të vazhdueshme për rrezikshmëri, aktiviteti i kompanisë ka vijuar i pandërprer. Sipas investigimit të Citizen Pikal, shoqëria ka përfituar rreth 2 hektar trua shtesë, duke u zgjeruar drejt zonave të banuara, ndërkohë që komiteti mbetet nën presionin e depozitave të gazit dhe ndotjes së vazhdueshme.